Na kem pas onër, për ta tregoj ditën e parë që ku kom shku me flajt, e kom pas onër, thësha vjen një ditë që hap derën vet. Edhe domethënë ndodhi ajo ditë. Po një ditë prej ditëve, domethënë një muaj përpara, vetëm kur na erdh një gardian edhe tha duhet me shkue me i marr ata fletëlshimat, duhet me shku diku poshtë, diku një zyre. Edhe na therrën edhe shkum i morëm ata fletëlshima, më kujtohet si sot. Aty kishte një femën e moshume që i bëj ka ata fletëlshimat, edhe tash kur radha të une, ajo e dike edhe rastin edhe gjithçka. Ata atë punë e bëjshin aty, domethënë gjithçka kanë ditë për secilin. Tha shko, tha në shtëpi, tha dhe mos bë mo kësi sen. Thash aty, thash nuk e di unë, thash qysh. Asi tha, apo dënë, tha me ta shty, tha, peta, po shko, tha, të shtëpia. Thash, aty e din ti, thash, ti e ki punën tonë, unë e kom punën teme, edhe ne ka lëshu ata fletëlshima, tash, ata e organizojshin ditën e nesme për mes Kryqit Kuq, për me bo transferin prej Beogradit edhe në Prishtinë. Kanë pas atë zyrën e caktuar që na kanë pru aty edhe ashtu edhe ndodhi. Domethënë lirun mu edhe vllavën atë ditë. Nesit, po mendoj. Edhe okun dita e lirimit është një ndër ditë që s'harrohet kurrë, me thonë drejtën. Që kur kemi ardhur, domethënë kur kemi hyrë më njëherë në pjesën e mërdarit gjatë aty në lëvizje që lëvizshin me makine, ushqike gjithçka në ryshe, flamujt, ato kanë qenë momente që unë si harroj kurrë, domethënë, është diçka e pabesueshme. Edhe kur kemi arrit aty, atëherë kem pas mundësinë me i pa familjet, me i pa gjithë, po unë atë ditë nuk e pata fatin, edhe nuk ishin në ndjeni, familja e ngushtë, po i kisha gjithë në Kanada. Për pas vllajt që kisha me veti, aqt e djemë të aqt, se nipa e familjare, kushëri, gjithë ishin kun aty të na prit. Edhe kemi ardhë, na kanë marrë, na kanë prit mirë, edhe kemi ardhë jemi nisë për rrugët për Deçan. Ku kam shku në Deçan, me thonë drejten, unë apet e pa besueshme se na kanë bu aty një xhiro për mes qendrës Deçanit me makinat organizume, me flamuje, me qadjone. Muzika që si kisha ndëgju kurrë, domethënë najherë muzika treja, patriotëve që ishin vratë, patriotëve që janë gjallë, hala sot edhe hala veç më kalojnë, ka herë kur ti mendoj është diçka e pabesueshme. Ajo ka qenë domethënë dita ma e gëzuar për mua dhe familjen time. Na kem pas onër, për ta tregoj ditën e parë që ku kom shku me flajt, e kom pas onër, thësha vjen një ditë që hap derën vet. Edhe domethënë ndodhi ajo ditë. Ndodhi edhe ajo ku një gjë që u doke që është e pamundshme, po ajo ditë edhe ndodhi edhe nëse kemi kalu ato ditë, me thonë drejtën, dikun janë një muaj ditë, ka pas gjithë kohën, gjithë ditën, promje, njerëz, shok, familjar, kemi kalu ditë më të mira të jetës teme në çato ditë. Edhe pse nuk e kisha familjen e ngushtë, kisha vetëm vllajën që isha aty, se deri sa e patën mundësinë të një me ardhë, se ashtu kanë qenë si emigrant të rritë asaj kohe në Kanada, dhe deri sa kanë ardhë me mundësitë, me letra, me dokumenta, me pajisje, për me ardhë mas 2 muajve, që mu i dhjetë, diku 2 muaj e gjysë, mas i jemi liruje në ardhë, në kanë vizitu edhe familja, dhe kemi kalu ditë ma të veçanta në jetë tonë. Unë mendoj që gjenerata e re duhet me pa vetë, edhe kanë argumente të ballshme me pa me ditë, nëse dojnë me ditë, edhe me njek hapat e këtyne që kanë dhonë shumë për vendin e vetë. Tash, këta ta bojnë për zgjedhjen.